Dhe mund të them që është një program i suksesshëm dhe që vërtet ka marrë çmime prestigjioze europiane, po ndihem shumë krenare që ky program ka filluar pikërisht në Gjirokastër në 2007 dhe është një program 2 javor i cili mbledh profesionistë të rinj dhe studentë të rinj të fushës së trashëgimisë kulturore nga gjithë Ballkani, por edhe nga vende të tjera të Europës për 2 javë dhe ata ndjekin një program rigoros me leksione gjatë mëngjesit dhe pastaj me punë praktike në pasdite. Dhe puna praktike ka të bëjë me punë me materiale dhe me mjete dhe me mënyra dhe teknika tradicionale, prandaj dhe kemi mjeshtra me përvojë nga Gjirokastra, por jo vetëm, të cilët udhëheqin këto grupe gjatë pasditeve, por siç thatë ju edhe ekspert të trashëgimisë dhe të fushës nga Shqipëria dhe nga vendet e tjera për të dhënë leksione teorike. Organizata Trashëgimia Kulturore pa kufi në fakt ka filluar veprimin e saj për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Ballkan që në vitin 1995 dhe në Shqipëri është prezent që prej vitit 2009. Në 2007 filloi me kampin e parë, por prezent zyrtarisht në Shqipëri në 2009 me restaurimin e 2 objekteve Babameto, Babameto e kategorisë së parë dhe Babameto kategorisë së dytë, të cilat sot mund të themi që janë një model shumë i mirë restaurimi dhe rijetëzimi dhe patjetër në bashkëpunim edhe me partnerët tanë të këtij programi. Sigurisht, përqendrohemi pak më shumë tek kampi i këtij viti. Thamë që janë 31 pjesëmarrës. Atëherë do të ishte interesante që të dinim se si është bërë përzgjedhja e këtyre pjesëmarrësve, cila është gjeografia e tyre dhe çfarë konkretisht po bëjnë ata në Gjirokastër? Si janë të organizuar? Si është i organizuar ky kamp në Gjirokastër? Atëherë kemi 31 pjesëmarrës, siç thatë, dhe kushdo që është interesuar mund të aplikojë. Ne kemi si vjet kemi zgjeruar pak më shumë kampet e restaurimit, siç tash filluan në Gjirokastër në 2007, por në 2011 ne kemi zgjeruar dhe organizojmë edhe në vende të tjera të Ballkanit, por si vjeti kemi zgjeruar pak më shumë edhe fushën ose tematikat me të cilat trajtohen gjatë këtyre kampeve dhe vetëm në Shqipëri këtë vit kemi 6 kampe restaurimi dhe kemi në Gjirokastër, në Berat, në Shkodër dhe në Krujë dhe do trajtojnë tematikat të ndryshme si konservimi për shembull që trajtohet në Gjirokastër, interpretimi dhe menaxhimi i trashëgimisë kulturore, artizanati në Krujë e kështu me radhë. Dhe pjesëmarrës janë, siç thash, pjesëmarrës nga vende të ndryshme të Ballkanit apo të Europës që aplikojnë për të qenë pjesëmarrës në këtë kamp restaurimi, por edhe studentë të fakultetit të Universitetit të Tiranës, të fakultetit të Histori Gjeografisë, është dega masteri i menaxhimit të trashëgimisë kulturore. Po studentët e tjerë që vinë nga cilat deg vinë? Çfarë studiojnë ata përgjithsisht? Po, trashëgimia kulturore është një fushë në fakt që ka vend për shumë profesione. Do të thënë nuk janë vetëm arkitekt apo inxhinier, janë dhe ekonomist, janë edhe menaxher të trashëgimisë kulturore, mund të jenë edhe studentë që studiojnë histori për shembull ose arti në përgjithësi, domethënë është i hapur për çdo që është pyetje se më të hoqi ajo fjalia që kushdo që është interesuar mund të aplikojë. Në këtë pikërisht ashtu, është totalisht e vërtet. Dhe siç thash, trashëgimia kulturore ka vend për shumë në mënyrë që të bëjmë disa veprime apo programe të cilat vërtet kanë një qëndrueshmëri dhe kanë një impakt më të gjerë, vërtet duhet të kenë më shumë profesionistë të përfshirë, se ka të bëjë me, siç thash, me përdorimin ose me vënien në funksion të trashëgimisë kulturore për zhvillimin, edhe për zhvillimin ekonomik, mund të themi, të vendit si të Gjirokastrës, pasi pronarët vetë, ne punojmë në për monumente, në për banesat, dhe janë pronarët vetë që vinë dhe kërkojnë nga ne, në qëse ata ka nevojë për suvatimin e një pjesë, e një fasade, apo për restaurimin e portës mbi çati, ose punimet të tilla të vogla, më thënë, ne shkojmë në një farë mënyrë dhe direkt ndihmojmë pronarët, por edhe i edukojmë, si të thuash, i sillim pak pas atë njohurin tradicionale që gjyshrit e tyre kanë patur, apo si për shumë mund të jetë lyerja me gëlqere që ne bënim vazhdimisht të fasadave, po tani nuk e praktikojmë më.
Dhe duke përfshirë mjeshtra të vjetër, është edhe transferimi, si thua, i njohurive të këtyre mjeshtrave të vjetër te të rinjt. Po mirë, ndoshta mund të jetë interesant edhe të dim për këta që ndoshta nuk e kanë këtë lloj informacioni, po edhe unë do të isha kurioze të dija kur një pronar vjen dhe kërkon që ju ta ndihmoni për t'i bërë filan restaurim, kudo qoftë në banesën e tij. Ka një kosto financiare kjo për ta, apo ju jeni vullnetare dhe gjithçka bëhet me dëshirë? Atëherë, ajo që ne jemi munduar të aplikojmë, si të thuash, këto vitet e fundit, është sepse mendojmë se është më mirë që dhe pronarët ta kenë pak atë ndjenjen e pronës, e pronësisë, do të thonë ndjenjë pronësi mbi ato punime që çfarë bëhen. Dhe ne nuk kërkojmë një vlerë monetare nga pronarët, por ata mund të ndihmojnë në mënyra të ndryshme. Për shembull, mund të akomodojnë 2 studentë në shtëpinë e tyre gjatë këtyre 2 javëve. Ose kemi patur vjet për shembull rastin e banesës Kore që kemi punuar bashkë me drejtorinë rajonale për suvatimin e fasadës dhe vetë djali i shtëpisë ishte që ndihmonte në trazimin e suvas apo dhe në aplikimin e saj, domethënë gjejmë të tilla mënyra, jo me vlerë monetare, por të tilla mënyra për t'i bërë dhe ata pak më të interesuar për të bashkëpunuar në fund të fundit për ato që ata kanë pronë të tyre. Shumë mirë. Elena, çfarë ka tjetër të veçantë ky kamp restaurimi? Këto lloj kampesh restaurimi, çfarë kanë diçka të veçantë në përmbajtjen e tyre apo në atë çka sjellin? Të gjithë ata aplikantët apo ata që kanë qenë pjesëmarrës, atë që duan më shumë është ajo puna praktike. Më thënë se thonë që ne mësojmë teori dhe kemi leksione gjatë gjithë kohës në universitet, por ajo që ne nuk kemi prekur janë vetë materiale, do të thënë të punosh me suvat, të punosh me gëlqere apo me lezhdhje apo me kasht, si në kohat e vjetra. Punën me këtë lloj materialesh, duke qenë se nuk është se jam. Po ata kanë gjithmonë mjeshtrat që udhëheqin grupin dhe janë ata që udhëheqin edhe punimet, por besoj se kushdo që ka dëshirën e mirë të angazhohet, nuk është diçka e vështirë që të presësh leshin e dhis për shembull apo ta trazosh me suvat. Duket argëtuese kjo lloj pune? Po, kjo është dhe një nga qëllimet e kampit, që vërtet të mësojnë, po edhe të kalojnë mirë, të njihen me profesionistë, me kolegë nga vendet të tjera. Edhe është edhe një promovim shumë i mirë i Gjirokastrit, do të thënë se gjithë ta njerëz që vinë nga gjithë këto vende të Europës apo dhe më jashtë, ne kemi edhe pjesëmarrës edhe nga Amerika këtë radhë, apo kemi patur dhe pjesëmarrës nga Korea e Jugut. Besoj se është një promovim shumë i mirë për qytetin. Sepse ata marrin pas, sjellin kulturën e tyre dhe marrin pas patjetër dhe e përcjellin dhe e promovojnë edhe në vendet e tyre. Po duke qenë se sapo e përmendej që ka edhe studentë huaj dhe në fakt ka patur çdo vit studentë të huaj. I merrni ju impresionet e tyre, çfarë mendojnë ata në momentin që vendosin që të largohen që këtej, se ndoshta në fillim ka ndonjë informacion kur vinë në fillim për Gjirokastrën, apo ka prej tyre që thjesht vinë pa e ditur se ku shkojnë edhe pastaj mendojnë diçka ndryshe në momentin që largohen? Gjirokastra është një nga destinacionet më të kërkuara, do thoshja, dhe besoj se në qoftë se klikon tani në Google mund të gjesh shumë informacion mbi Gjirokastrën edhe patjetër duke qenë edhe pjesë e listës trashëgimisë kulturore mund të gjesh shumë informacion për Gjirokastrën, por përveç kësaj ne i informojmë që më përpara, sepse procesi i aplikimit fillon muaj më parë dhe i përzgjedhjes së studentëve dhe është një periudhë e gjatë që ne dërgojmë informacione mbi Gjirokastrën, mbi banesat ose vendet e punës që ato do punojnë, me çfarë materialesh do punojnë, leksionet që ata do kenë në kështu me radhë. Kështu që në fakt unë isha interesuar të dija nëse ata vetë kanë një informacion pa u dhënë ju, paraprakisht, një informacion paraprak. A e njohin ata Gjirokastrën apo Shqipërinë, se mund të ketë nga ata që ndoshta se njohin fare Shqipërinë, ata që vinë nga Korea e Jugut për shembull. Po, besoj se kjo ka dëgjuar më parë apo nuk e keni bërë këtë lloj komunikimi? Jo, e kemi bërë këtë lloj komunikimi dhe ata janë të tërhequr gjithmonë nga ky trajnim, por nëpërmjet këtij trajnimi ata patjetër kërkojnë dhe më shumë informacion për vendin ku do shkojnë dhe e kanë marrë këtë informacion që më përpara.
Dhe mund të them që shumë prej tyre kërkojnë të kthehen përsëri dhe të marrin pjesë përsëri si vullnetar, sepse kanë mundësinë që të vinë përsëri për herë të dytë dhe të ndihmojnë si vullnetar. Dhe nuk duan të ikin në fund. Një student në një kamp restaurimi të fondacionit sa herë mund të rikthehet? Mund të kthehet sa herë të doj si vullnetar dhe këtë vit me që kemi një kështu tematik më të gjerë të kampeve të restaurimit, kemi dhe mundësi që mund të aplikojnë dhe për një kamp të dytë me një tematik ndryshe. Për shembull mund të aplikojnë për kampin mund të jenë pjesëmarrës të kampit të Gjirokastës që ka tematik restaurimin, konservimin, dhe mund të aplikojnë dhe për kampin e Shkodrës që ka tematik interpretimin dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Mirë, Elena, mua nuk më kujtojt në një pyetje tjetër, nëse ti të kam betur në një gjë pa thënë, nëse ke në një merak për të ashtuar diçka, ose ndoshta mund të themi se pse janë të rëndësishme këto lloj kampesh dhe a duhet të bëjmë një thirrje që të jenë më aktiv studentët tanë? Ka studentë nga Gjirokastra në kampet e restaurimit? Unë atë doja të thosh, do të bëja pak më shumë thirrje studentëve. Kemi studentë nga Gjirokastra kemi patur, por jo në numër shumë të madh, mund të them. Dhe këtë radh kemi një nga punonjësit, një arkitekt nga punonjësit e Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare, i cili është bashkuar kampet dhe po trajnohet gjatë këtyre 2 javëve. Dhe vërtet doja të bëja thirrje studentëve Gjirokastrit apo të rinjve Gjirokastrit të jenë pak më të angazhuar, pak më aktiv për sa i përket këtyre aktiviteteve. Megjithatë, unë do thoshe që ne kemi patur projekte shumë të suksesshme me nxënësit e gjimnazeve, kemi patur disa aktivitete, nuk e di nëse e mbani mend edhe vjet që ka qenë premiera e komedisë së zezë Shtëpia e të marrëve, që kanë qenë nxënës të gjimnazeve të Gjirokastës, që kanë qenë të aktivizuar në një nga këto programet që ne kemi patur, dhe pastaj më vonë kanë qenë kaq shumë të entuziazmuar sa nisën vetë këtë shkrimin, edhe kanë shkruar vetë dialogjet, edhe kanë vënë në skenë këtë komedi. Dhe është vërtet shumë e bukur të shikosh të rinjtë e Gjirokastrës të krijojnë që tani këtë dashurim për trashëgimin kulturore, sepse dashuria për trashëgimin kulturore është ajo që do rezultojë pastaj në mbrojtjen e saj dhe në promovimin e saj. Po me sa duket të rinjtë sotëm, ky brezi sa më afër rinisë, gjimnazistët, janë më të preokupuar në këtë fushë. Janë shumë. Shumë më tepër se sa paraardhësit e tyre që mund të jenë studentët e sotëm. Jo, vërtet ne na kanë impresionuar. Është diçka pozitive edhe mua. Edhe duam të vazhdojmë të mbajmë të angazhuar, edhe na pëlqen gjithmonë, dhe sa herë që kemi mundësinë kemi thënë nëse kanë nevojë për ndihmë apo për diçka, domethënë janë gjithmonë kemi gjithmonë dyert e hapura për të mirëpritur. Po, gjatë fjalës tonë tani përmendë edhe një fjalë tjetër, të marrëve, që ishte për teatrin fëmijëve. Dhe mua më kujtohet Sokaku i të marrëve, ku i gjetëm edhe duke punuar në fakt studentët dje. Përse ka zgjedhur ata student që vendosën të punojnë në këtë grup, pikërisht Sokakun e të marrëve, dhe e njohin ata historinë e Sokakut? Nuk besoj se të gjithë e njohin historinë e Sokakut, përveç atyre që kanë lexuar ndoshta veprat e Kadares. Por duke qenë se Gjirokastra ka emrin tjetër qyteti i gurt, besoj se ishte më shumë guri që i tërhoqe, dhe patjetër që një nga simbolet e Gjirokastrës janë kaldrëmet, por e mira është që duke punuar me këtë kaldrëm, ata fillojnë edhe informohen, edhe pyesin mbi legjendat, pse ka marrë këtë emër e kështu me radhë. Okej. Mirë, Elena, mendoj që mund ta mbyllim tani, besoj po. Nëse i kemi ezauruar të tëra, nëse ti mendon se kemi lënë ndonjë gjë pa thënë, sigurisht që. Shumë faleminderit për ftesën, edhe unë dua të bëj një thirrje të rinjve të Gjirokastës që të vinë të bashkohen këtyre aktiviteteve. Shpresoj edhe unë vërtet që të bëhen sa më shumë pjesë aktive, është diçka shumë pozitive, dhe unë sinqerisht në këto lloj kampesh i kam patur gjithmonë për zemër, nuk kam pëlqyer vërtet, dhe vlerësoj edhe punën tuaj. Shumë faleminderit. Do të falenderoja të gjithë shikuesit që na kanë ndjekur në këtë bisedë tepër interesante me Elenën. Elena, faleminderit që ke qenë në studio. Do të rikthehemi pas pak sërish në emisionin Sokaku në mëngjes.